duhet të kemi parasysh, unë mendoj që përkundër atyne problemeve, defekteve ideologjike e tjera që të kohës që kanë qenë, ka një kontribut jashtëzakonshëm në ngritjen kulturore të popullit, të masës së përgjithshme. Këtu jeni matri, ka shumë matri dhe nuk e mbajnë men atë kohë, por atëherë Rilindjen kanë marrë, si me thonë, si simbol edhe të krenarisë, çdo kush e marrshin Rilindjen e marrshin në xhep, ka do të shkruajnë libër të përditshëm. Pse ishte burimi I vetëm, ishte gazetë. Ishte vërtet Rilindje, jo vetëm në kuptimin e emërtimit të një gazete Rilindje, por Rilindje kombëtare, ajo që kishin bërë hapat e parë rilindasit tanë. Është e vërtet ajo, mos krijon shumë iluzione. Sistemi nuk ka leju ty me zhvilluar atë si ka dashur në infraktë. I ke pas kufizimet ideologjike që kanë qenë atë, mirë, po unë mendoj që njerëzit që kanë punuar aty në kuadër të atyne kornizave janë përpjek me thonë, edhe mes rreshash me thonë diçka ma tepër se sa që Edhe ja kanë arrit. Besoj që A mbetet ju në rubrikën e arsimit deri në fund? Kam qenë në rubrikën e arsimit, një periudhë kam përcjell edhe ngjarje të ndryshme se imponoheshin, pavarësisht ngjarjeve se zhvilloheshin shumë ngjarje, edhe kur kishte nevojë me përcjell edhe ngjarje të ndryshme në organizata të ndryshme shoqërore politike të atëhershme që ishin, edhe normalisht shkojshin përcjellshim si gazetar me përvojë në atë kuptim, u dashke me I përcjell edhe me pasqyru ngjarjet sipas asaj koha që